Rikutojmë se ka ankesa në emrin e tij, për trafikun, për çështjen e çerdheve dhe kopshteve, për çështjet e arsimit, për investimet në strukturat, mund të themi, shëndetësore në Prishtinë, ndonse ai shpreh optimist për konfirmimin e një mandati tjetër. Por më ka bërë përshtypje një detaj. Aderon në lëvizjen në Lidhjen Demokratike të Kosovës, e ka pranuar që e solli si alternativë në Prishtinë, sërish e rikandidon, por nuk është antar i kësaj partie. E dëmton kjo, apo është element i parëndësishëm për atë që kërkon Lidhja Demokratike e Kosovës për Prishtinën? Unë mendoj që jo është një strategji e zotit Rama, për shkak se edhe partia Lëvizja Demokratike e Kosovës, njësoj si vetëvendosja, edhe kjo parti ka, po themi, shumë të mira strukturat sa i takon Prishtinës. Dhe ai ka luajtur me këtë dualitet. Pra figurën e tij si një qytetar i ardhur dhe kthyer në vendin e tij, dhe njëkohësisht edhe ka marr, po themi, votat se takon LDK-s edhe gjithë simbolit të saj. Mendon se ka qenë kusht i zotit Rama për partinë? Po, nuk mund të them me sigurinë se ka qenë, por duket që është qasja e tij për të ndarë, po themi, votën e LDK-s me votën e përparim Ramës. Duhet thënë, Albas, që problemet si trafiku, gjithë furnizimi me ujë, janë problemet vazhdueshme dhe edhe ai e ka cekur në debatet që 4 vite janë të pamjaftueshme për ta çuar deri në fund. Megjithatë, ajo që ai premtoi më shumti, pra zgjidhjen e trafikut, fakti që donte të jepte një ngjyrim tjetër Prishtinës, duke patur këmbësorët si elementin e parë, transportin publik elementin e dytë dhe pastaj lëvizjen dhe mobilishmërinë në kryeqytet, nuk është se mund ta përcaktojmë që e ka zgjidhur. Prishtina vuan nga një nga problemet kryesore që është trafiku. Shkojmë tek kandidati i treti në rrathjo, po jo më pak i rëndësishëm, Urani Ismaili, i zgjedhur nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, dhe ditët e djeshme jo më kot pyeta kandidatin, deputetin më saktë të Partisë Demokratike, Artan Mehrami, nëse e ka marrë bekimin e zotit Thaçi për qenë kandidat, dhe ky është i gjithë pranuar. Edhe shumë krenar në fakt që Partia Demokratike e Kosovës e ka si element të saj dhe edhe në fush, e lëshon në fush që të triumfoj. Se ngjasa që Ismaili me atë që e karakterizon të triumfoj në këto zgjedhje. Më lër të ndaj një element shumë të rëndësishëm që në mediat shqiptare nuk e kam hasur, por e kam hasur shumë pak edhe në mediat e Kosovës. PDK-ja, edhe pse ka patur triumfe gjatë këtyre viteve, pra nga vitet 2000 deri në 2025, nuk ka arritur ta fitojë asnjëherë Prishtinën. Pra kjo është një garë e cila për PDK-n në këtë moment është e jashtëzakonshme. Dhe nëse zoti Ismaili do arrijë të futet në balotazh, sepse sa i takon sondazheve, ai është më poshtë në pikë se sa dy kandidatët e tjerë, do të ishte një arritje historike sa i takon Partisë Demokratike të Kosovës. Por duhet thënë që ka specifika sa i takon kësaj partie dhe këtij kandidati ndryshe nga dy kandidatët e tjerë. Për shkak se PDK-ja nuk është kaq e fortë dhe solide si parti në Prishtinë, dhe kjo ka specifika. Është konsideruar gjithmonë si partia e zotit Thaçi, e zotit Kadri Veseli, emra të cilat kanë ardhur nga Paslufta, nga Drenica, dhe pra nuk ka qenë me këtë strukturën që kanë patur dy emrat e tjerë. Megjithatë, Urani Ismaili është një djalë i Prishtinës, ai ka studiuar pjesën e parë të shkollës në Prishtinë, por pjesën tjetër i ka studiuar në Harvard, është një nga emrat jashtëzakonisht të pëlqyer në PDK, ka pëlqyeshmërinë e qytetarëve të Prishtinës dhe qetësia që e karakterizon e ka evidentuar nga personazhet e tjerë. U distancua dhe në debatin e fundit publik që patën. Pati një lëmaturie tjetër në krahasim me dy kandidatët. Është marrë në dy komponentë, sepse disa e kanë konsideruar si më të tërhequr dhe disa të tjerë e kanë konsideruar si një qytetari e treguar ose po themi një maturim. Por në fakt është profili i tij, ai ka qenë shumë aktiv në rrjetet sociale, pra e ka patur këtë element ndryshe nga dy të tjerët që sapo përmendëm, e ka kanalizuar këtë gjithë fushatën e tij edhe në rrjetet sociale dhe në daljet. E ka bërë një fushatë qytetare në Prishtinë, ai ka qenë i angazhuar dhe me biznes personal në Prishtinë, është i njohur. Unë mendoj që Urani Ismaili është i konsideruar jo vetëm nga qytetarët e Prishtinës, por edhe nga PDK-ja si një nga figurat më të larta dhe më të mira që ka PDK-ja. Është besim plot partia në radhët e saj brenda për një fitore të parë në Prishtinë?
Jo, unë do të them që ata kanë qenë optimist duke qenë që kanë menduar që kanë zgjedhur kandidatin më të mirë. Zoti Memri Krasniqi, kreu i PDK-s, e ka konsideruar Uran Ismailin më të madh se PDK-ja në Prishtinë, pra duke i vënë theksin kandidatit, dhe unë mendoj që në aty që unë kam parë nga terreni, këto 3 ditë që kam qenë në Kosovë, zoti Ismaili do të jetë një lloj surprize dhe ndoshta pse jo një nga kandidatët që mund të shkojnë në balotazh, edhe pse garin e ka shumë të fortë. Kë rrezikon më shumë në balotazh nëse shkon Herullah Cekun apo kokë në kokë me zotin Rama dhe pastaj mbetet për të parë? Sondazhet e tregojnë që zoti Rama është, edhe pse janë në pikë shumë të afërta të dy. Megjithatë, është e vështirë për ta përcaktuar, por ndryshe nga ata që mendojnë që zoti Ismaili mund mos hyrë në balotazh, unë kam një qasje që bazuar nga terreni që mund të jetë mbetet për të parë se sa do përqafojnë një emër të ri, por që futet në, më themi, në skenën dhe jetë politike. Prej 2007-ës është pjesë e PDK-s. Është pjesë e strukturave të kësaj partije, pjesë e strukturave, ka qenë ministër i shëndetësisë, ka qenë deputet i Kosovës, edhe gjatë kohës që ai ka drejtuar një nga sektorët më të rëndësishëm që është shëndetësia, është përqafuar dhe është parë si njëri i cili ka qenë gjithkohës me njerëzit dhe për njerëzit në Prishtinë. E vetmja grua në këtë garë për Prishtinën. Dhe emri i njohur në Shqipëri. Emri i njohur në Shqipëri, jo pa motiv, ka drejtuar për një periudhë jo të gjatë kohore Ministrinë e Arsimit në vendin tonë. Duhet thënë se pa kaluar tek situata politike në Kosovë dhe tek emri dhe kandidatura e saj nga radhët e PSD, nuk është se pati një lloj performance që të lindte gjumë të mëdha në drejtimin e Ministrisë së Arsimit në vendin tonë, por edhe atje është parë me shumë skepticizëm. Ama duhet theksuar, ka gjetur një formë tjetër të bërit fushat. Ka shfrytzuar rrjetet sociale, por ka luajtur një rol. Mua më duket si një skenim shumë i bukur i saj si e gjetje. Ka marrë një mënyrë të bërit fushat që erdhi vitin e fundit në Shqipëri, mendoj që ka qenë shumë e parë kjo gjë në Shqipëri dhe këto do të ta shpjegoj. Ka ardhur si një emër shumë po themi me pritshmëri të mëdha nga zoti Rama Sokoe, bashkë me zotin Genc Cakaj, por që në fakt po themi lavdia tyre ishte e shkurtër dhe rikthimi në Kosovë po ashtu pa ndonjë bujë të madh. Kemi parë që edhe kryeministri nuk ka patur ndonjë anoncim se takon mbështetjes së saj në Prishtinë për të kuptuar edhe mënyrën se si ka ikur nga vendi jon. Megjithatë, Besa Shahini mendoj që i ka çuar po themi një figurë, edhe ka thyer dhe këtë pjesën e kandidatëve burra në Prishtinë, ka qenë sportive, ka qenë në mënyrën e shpenguar, pra jo një lloj ka gjetur pak në ekonomia e familjes, ka gjetur një strategji pak më ndryshe për të qenë më pranë. Po, në terren, shpenzimet e një familje, çështja e çmimeve që i vret shumë familjet e Prishtinës edhe të rrethinave të saj. Ngritjen e problemeve ka bërë një fushat. Nuk është në sondazhe aq mirë sa 3 elementet e parë që ne përmendëm.